heqjen e dorës që të ka burje, është akoma për mua, është ajo akoma më shumë për të diskutuar, se sa kjo, sepse ne nuk e dim atë momentin si ka ardhur. Njerë, mua nuk mu du kaq dhun, kaq shpull, se e dëgjova. Fjala shpull, të shikojmë Jeta më lërë të shtoj diçka. Ta mbaroj një sekundë, se ne, edhe fjalori që u përdori ishte pak i rënd, shpull. Shpulla, shumë e rëndë, shpulla është hap kraun e tikën koka andeja. Si ishte shpull tani? Qimin, më lërë të them një gjë. Dua ta lidh me këtë që po thot Monika. Po ta vesh re në momentin kur ata të dy zbresin nga avioni, në gjuhën e tyre të trupit është shumë e dukshme tensioni që ata të dy kanë. Macron, një prej duarve të tij e kishte të grushtuar gjatë gjithë kohës dhe zonja e parë kishte një shëndrim që shprehte në fytyrën e saj një nervozizëm. Sepse ju ndodhi e papritura. Normalisht ata nuk e kishin, nuk e dinë vu të re një detaj të rëndësishëm, nuk e di çfarë ishte ajo vajza stewardess ose një nga ato njerëzit që shoqëronin. U duk sikur asaj nuk i bëri përshtypje fare, sepse ose këta duhet ta theksojmë dhe faktin që me personazhe publik ose me personazhe që janë të këtij niveli dhe jo vetëm, se po diskutojmë personazhe të nivelit lart, sigurisht ndodhin dhe këto gjëra dhe mbase ndodhin më shumë se ç'ne kemi parë tani në kamera dhe normalisht asaj vajzës që ka qenë stewardesa nuk e di çfarë. Nuk i bën përshtypje, asaj nuk mundi bëj përshtypje. Ato janë mur, ato janë ajër. Punonjësit e protokollit nuk janë komentatore të studiove televizive. Punonjësit e protokollit nuk jemi ne. Talita me gjuhën e trupit për treguar mënyrën se si ata të dy zbritën nga shkalla, ja ku e ke pamjen. Po ja ta them mënyrën gjuhën e trupit. Dhe të shohësh momentin që Macroni e ka gjatë gjithë kohën dorën e grushtuar dhe në sytë e tij dhe në portretin e tij ka një tension të tutshëm. E di pse ndodh kjo. Politikanët veshin maskë, çfarëdo që të ndodhi. Ai tani do veshin maskën dhe do dalin në publik. E di pse ka ndodhur kjo momenti i kësaj, sepse kjo ishte një gjë kaq e papritur që ju ndodhi. Ne diskutojmë me kaq analizë pas një dite, 2 dite, rimi, shikojmë, bëjmë, por harrojmë faktin e sekondit, e momentit se çfarë ndodh në qenien e tyre. Pra ti bie dhe me njerë do që të ngrihesh dhe haron se si është paraqitja jote, ato shkallët që ti tani i analizon me kaq detaje, me kaq kohë, se ke kohë që i shikojmë në rim, i shikojmë, gjëja e atyre ishte kaq shumë e papritur, sa ata sigurisht që do vinin përsëri në një shfaqje që të përmbledhin veten, se ju ndodhi kjo. Atëherë do përmbledhin veten. Tani, për të dalë pak nga kjo, duhet shikuar dhe si është në tërsinë e saj marrëdhënia e çiftit Macron. Do me thënë, kjo marrëdhënie, kjo lidhje, kjo dashuri atipike, po themi, siç pak më parë, me një diferencë moshe në krahun e kundërt, është një lidhje fort. Kam parë para një viti një dokumentar që kishin arritur të merrnin dhe vajzën e Brigitte Macronit. Njërën se kishte patur 3 fëmijë. Dhe tha, në momentin që unë e kuptova që ishte fjala për Emanuelin, dhe me këtë dashuri, atje e kuptova që ishte një dashuri e fort dhe e pakthyeshme. Dhe pikrisht pse ishte aq tipike, aq e pazakont kjo dashuri, pikrisht kjo vajzë inteligjente kuptoi që nëna e saj nuk mund të hiqte dorë, nuk mund të kthehej dot pas nga kjo dashuri. Pra, këta të dy bashkë, ky çift, kanë një komplicitet shumë të madh. Domethënë ata janë miq dhe janë miq të fortë. Është nuk mund të them pas e reziston kohrave të them nga këto shprehje rëndomta edhe kështu. Jo, lidhje e gjatë, stereotipe dhe klishe. Emmanuel Macron, 15 vjeç, sot ai është 47. E 5, po e 7, po 35. Një moment, të dalim që nga kjo rëndom të si, ajo e kapi, jo i rafort, jo po ja bëri këte. Pra, e kuptoj që këta si çift, në kompliciteti dhe miqësia e tyre, përveç rolit, hiqe pjesën e rolit zyrtar, protokollar kur dalin. Në marrëdhënien e tyre të përditshme, këta janë miq, këta këshillojnë, këta flasin. Dhe pikrisht pse janë miq apo është si të vogël akoma, Xhimi, se këtu e di. Ti do të dalësh. Jo, ti do dalësh aty, jo nuk e shef, ma ato janë Objeta, mbas çdo marrëdhënie edhe burri dhe 20 vjet, unë jam shumë i bindur që çdo grua, domethënë, është një pjesë e saj amnore drejt për kujdesin që ato kanë. Drejt bashkëshortit. Ka një, po themi një
paragjykim ndoshta, apo nuk e di çfarë mund ta quajmë që sidomos kur gratë janë edhe më të mëdha në moshë, dhe këtu kërkoj edhe ndihmën e Aldos pastaj, ka një prirje për ta dominuar, për ta marrë në kontroll, domethënë partnerin, duke e parë dhe si më të vogël. Ne diskutojmë gjithmonë kur një grua është e madhe dhe ne ja mbyllim dyert kësaj, nuk ka më të drejtë as të dashuroj, as të bëj, as të shikoj. Në këtë studio kemi folur për të drejtën edhe të ama harrojmë që ka shumë vajza të reja që marrin burra në mosh shumë më të mëdhe. Dhe pse duhet të jetë kjo diferencë pasaj që kjo gruaja nuk mund të shikoj një djalë më të ri se vete? Absolutisht. Përkundërzi unë jam pro kësaj gjëje, por unë mendoj që marrëdhënia e tyre kaq e gjatë është një marrëdhënie kaq e konsoliduar, një marrëdhënie që ata japin dhe marrin me njëri tjetrin, pra ata e njohin, si të themi, deri edhe si ju rridh gjaku në damaret e tyre, dhe i njohin shumë mirë dhe shprehit e tyre, dhe unë them që ky çift nuk mund të bëjnë dot pa njëri tjetrin. Kjo është mënyra se si e shikoj unë. Edhe ajo lloj dore që zonja e parë ka vendosur mbi presidentin, them që mund të ketë qenë një temë e diskutimit të asaj gjës që pasaj u bë dhe u diskutimit është Monika, po arritet e prekje te këto. Prekje në burrin e vet prekun tani. Por jemi duke të rrefiti një lider të rëndësishëm të një shteti të rëndësishëm. Mos ndodh, po flasim për pallate. Kur të ndodhi ndonjë burri ndaj partneres së tij, do thuash që gruan e vet preku? Ndodhe në familjet më të mira, i thonë një fjallë. Patjetër më patjetër, mund të ndodhë. Pjeta, brenda mureve të shtëpisë, sigurisht që jam e bindur të gjithëve i ndodhin situata të tilla me partnerin, me partneren. Por këtu ne po analizojmë dhe po flasim dhe tregojmë mitologjikshëm sepse po flasim për një lider të një shteti të fuqishëm, siç është Emmanuel Macron. Ai patjetër ka jetën e tij private, pa diskutim që po. Por kjo gjë e kaq publike, i rëndon personi që edhe normalisht ndikon automatikisht në Jo, ke shumë të drejtë. Jo, jam të dyave shumë të drejtë, por në moment, situatë që ka ndodhur dikujt që është një banor i thjesht i Francës dhe po e komentojmë ne. Ne po flasim për personin që drejton vendin. Dhe në këtë rast, në syrin e opinionit publik, po pse duhet ta bëjmë kaq të madhe neve që çfarë ndodhi në jetën e përditshme të atyre, mund të ketë shumë gjëra të dhe nuk rrezojnë nuk rrezojnë mitet kaq kollaj. Mitet janë mite. Në një farë forme miti për të ka rënë. Miti ka, sidomos forca e zonjës së parë në këtë rast.